Apokalipsi, kapitulli 1. Zbulesa e Jezus Krishtit, të cilin Perëndia ja dha për t'u treguar shërbëtorëve të tij, ato që duhet të ndodhin së shpejti. Dhe ai e bëri të ditur duke i dërguar angjëllin shërbëtorit të tij, Joan, i cili ka dëshmuar për të gjitha ato që ka parë, domethënë për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezus Krishtit. I bekuar është ai që i lexon dhe ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që i ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. Joani, 7 kishave që janë në Azi, hir dhe paqe paçi prej atij që është, që ishte dhe që do të vijë, nga të 7 frymët që janë përpara fronit të tij, dhe nga Jezus Krishti, dëshmitari besnik i paralindurit nga të vdekurit dhe sunduesi i mbretërve të dheut, atij që na do, që na çliroi nga mëkatet tona me gjakun e vet, dhe që na ka bërë mbretër dhe pritërinj për të shërbyer Perëndisë dhe Atit. Atij qoftë lavdia dhe pushteti në jetëve. Amin. Ja, ai po vjen me ret. Çdo sy do ta shoh, madje edhe ata që e shpuhun. Të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë mbi të. Ashtu qoftë. Amin. Unë jam Alfa dhe Omega, thotë Zoti Perëndi, ai që është, që ishte dhe që do të vijë, i gjithfuqishmi. Unë, Johani, vëllai juaj dhe pjesëmarrës bashkë me ju në mundimin, në mbretërinë dhe durimin që janë në Jezusin, isha në ishullin që quhej Patmos, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe të dëshmisë së Jezusit. Në ditën e Zotit fryma më pushtoi dhe dëgjova prapa meje një zë të lartë si zë trumbete, që thoshte: shkruaj në një libër ato që sheh dhe dërgoja u 7 kishave, në Efes, në Zmirn, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodiki. U ktheva të shoh zërin që po më fliste. Me të kthyer, pash 7 shandan ari, dhe në mes të shandanëve një si bir njeriu të veshur me një robë të gjatë, deri te këmbët dhe me një brez të artë ngjeshur rreth kraharorit. Flokët i kishte të bardhë, si leshi bardhë si bora, syt i flakëronin si zjari. Këmbët i kishte si bronz i shndritshëm, si të ishin derdhur në furrën e përflakur, dhe zërin si gurgullim që del prej ujrave vërshues. Në dorën e djathtë mbante 7 yje, nga goja i dilte një shpatë në prekt, 2 tekshe dhe fytyra i ngjante diellit që ndriçon me gjithë shkëlqimin e tij. Kur e pash, rash në këmbët e tij si i vdekur. Ai vuri dorën e djathtë mbi mua duke thënë: mos u frikso, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam i gjalli, isha i vdekur dhe jam i gjallë për jetëve. Unë i mbaj cecët e vdekjes dhe të ferit. Shkruaj pra ato që ke parë, ato që janë dhe ato që kanë për të ndodhur më pas. Misteri i 7 yjeve që pe në të djathtën time dhe i 7 shandanëve prej arit është ky. 7 yjet janë ëngjët e 7 kishave dhe 7 shandanët janë 7 kisha.